Jemi rikthyer në studio, sot e kemi zgjedhur një temë pak a shumë të ndihshme, ta them kështu. Do të flasim për trashëgiminë dhe ndarjen e pasurisë së përbashkët në martesë. Me mua në studio është Anton Reca, jurist. Anton, mirë se keni ardhur në studio. Faleminderit, mirë se u gjej, është gjithmonë kënaqësi të jam në studio të RTK-s. Faleminderit për kohën. Atëherë, meqense se ka botë kuptime të ndryshme rreth konceptit të fjalës trashëgimi, po e nisim kështu me juve, me na shpjegu pak me fjalë pak më të thjeshta, me fjali më të thjeshta, ta themi kështu që na kuptoj populli, sepse shumë njerëz ka që e kanë këtë problem. Çfarë është trashëgimia? Që natyrisht që të mos futëm këtë definicionin juridik, në mënyrë që edhe ata cilët na përcjellin ta kuptojnë. Trashëgimia është një pasuri e krijuar nga një person, do të thotë pasuri e lujshme apo e palujshme. Kur them pasuri e lujshme, mund të jenë makina, telefoni, ndonjë dhuratë, ku ta di unë, kurse të palujshme janë shtëpi, prona, pasuria, do të thotë që e krijon një person dhe momentin kur ai person ndron jetë, atëherë pasardhësit dhe të afërmit e tij në bazë të përcaktimit të drejtës cilën e ka përcaktuar ligji, mund të inicojnë procedurën për shqyrtimin e trashëgimisë. Tashi, kur flasim person, po flasim, e kemi fjalën për një individ, qoftë burr apo grua, cilët kanë subjekt ose kanë pasuri, mund të jenë subjekti i shqyrtimit të trashëgimisë nga trashëgimtarët. Dhe kjo bëhet në dy forma. E para është në mënyrën jo kontestimore, do të thotë kur them jo kontestimore, kam fjalën në formën kur nuk është e domosdoshme që të iniciohet procedura në gjykatë, është procedura ku të gjithë trashëgimtarët janë në dakord dhe i njëjti proces i shqyrtimit të trashëgimisë, ndarjes së trashëgimisë, natyrisht se ligji parashef se të gjithë trashëgimtarët në bazë linjave, do thotë linjën e parë, linjën e dytë, linjën e tretë, ndarjen në mënyrë të barabartë, proporcionale të pjesës cilën ata e nisin si proces të shqyrtimit të trashëgimisë, dhe ky proces zhvillohet në zyret e noterit, do thotë me një akt notarial. Natyrisht se për të iniciuar ky proces duhet të kompletohet dokumentacioni, i cilin dokumentacion natyrisht edhe noteri i njofton cilat janë dokumentacionet, cilat duhet të plotësohen dhe duhet të verifikohen në mënyrë që të iniciohet ky proces. Kjo është mënyra më e shpejtë, më pak e kushtueshme, më pak me kokëdhimbje dhe më e lehta. Kurse mënyra tjetër është natyrisht kur nuk ka pajtueshmëri për ndarjen e pasurisë, sepse gjithmonë mund të ketë ndonjë nga trashëgimtarët pretendime më të mëdha për pjesën cilën është në subjekti i shqyrtimit të trashëgimisë, dhe natyrisht atëherë është procesi tjetër me cilin është procedurë kontestimore që duhet t'i drejtohen gjykatës për të iniciuar këtë procedurë, dhe gjykata atëherë duhet ta ndajë drejtësinë në bazë kërkesës. Po, më falni. Po e themi kështu kur pushon martesa, kush duhet ta iniciojë, domethënë, procesin? Gruaja apo burri? Procesin e ndarjes së trashëgimisë, mendoj. Okej, se procesi kush do nga trashëgimtarët. Do të kush do nga trashëgimtarët. Dhe trashëgimtarët, të çështja e trashëgimisë dhe e drejtës së trashëgimisë, ani pse korniza jonë ligjore është strukturuar dhe harmonizuar në vijim dhe në standardet cilat i kemi të detyrueshme që t'i zbatojmë, që e drejta trashëgimisë të ndahet në mënyrë të barabartë pa dallim gjinisë. Por që fatkeqësisht ne kemi pjesën mangësinë shumë të madhe për shkak të rrethanave të ndryshme ku përgjithësi një pjesë e konsiderueshme e vajzave dhe grave heqin dorë nga pjesa e trashëgimisë. Janë të edukuara në atë mënyrë ndoshta, ose disa raste në shtatë kanë presion? Kjo është çështje mentaliteti, tashi është më shumë çështje mentaliteti, edhe pse kur është bërë ndryshimi, plotësimi i ndryshimit të ligjit të ri për trashëgiminë dhe për noterinë, është insistuar që pavarësisht që në rastet që vajza, motra apo gruaja do të tërhiqet nga
pjesa e drejtës së saj për trashëgimi, është insistuar që pjesa ti ndahet, ta mbaj një vit dhe pas një viti atër vetë të deklarohet, do të thotë që me një akt tjetër që të jep dhurat apo mbi bazën e saj si ka dashur që të deklarohet. Dhe e njëjta do të thotë deklarat të noteri të incizohet dhe të mbahet si dosje ku mund të llogaritet që është mirë, po kjo nuk është marrë për bazë, prandaj sepse është konsideruar pjesa e drejtës së deklarimit të vullnetit të lirë. Në këtë rast është konsideruar se po shkehet deklarimi i vullnetit të lirë, mirë, po nga ana tjetër është tentuar që të evitohet edhe kjo pjesa ku që vajzat dhe gratë mos heqin dorë nga drejta e trashëgimisë. Kjo është ajo pjesa ku fatkeqësisht akoma kemi shumë situata të tilla, kemi raste pothuaj të përditshme ku vajzat privohen, respektivisht motra privohet nga e drejta e trashëgimisë, cilën e ka po të njëjtën të drejtë të barabartë sikur se vllau i saj. Dhe këto procese atër natyrisht janë procese gjyqësore ku fatkeqësisht edhe në gjykat kemi pas situata ku ka marrë seanca të shumta dhe ka marrë vite deri në përfundim. Kjo është pjesa e shqyrtimit të trashëgimisë. Tashi, është edhe pjesa tjetër kur nëse flasim për ndarjen e pasurisë. Ndarja e pasurisë është një proces tjetër ku subjekti i pasurisë mund të jetë pasuria e krijuar, qoftë në martesë, qoftë në bashkësi jashtëmartesore dhe pasuria e trashëguar. Tashi, këtu është një keqkuptim në shumë raste ku ne kemi shumë situata ku në procesit të shkurzimit apo të prishjes së bashkësisë jashtëmartesore keq kuptohet koncepti i ndarjes së trashëgimisë dhe koncepti i asaj ndarjes së pasurisë së përbashkët në martesë. Kur kemi të bëjmë me trashëgimin, qoftë burri, qoftë gruaja, nëse kanë një pronë cilën e kanë të trashëguar, ligji e trajton atë si pasuri të veçantë. Nuk konsiderohet si pasuri e krijuar në martesë, por është pasuri e veçantë dhe ajo nuk mund të ndahet. Do thotë pjesa e trashëgimisë nuk mund ta ndaj, nuk mund të kërkoj burri nga gruaja që ta ndaj pjesën e trashëgimisë cilën takon asaj, njësoj sikur që gruaja nuk mund të ndaj pjesën e pasurisë së veçantë e cila vjen nga trashëgimia. Dhe këtu ka shumë problematika ku... Kjo është problemi më i madh duket, sepse të gjithë janë Kjo është problemi më i madh sepse njerëzit edhe qytetarët, sidomos në këtë rast, kërkesat më të mëdha derivojnë nga gratë, cilat e keq kuptojnë këtë koncept të dallimit të pasurisë dhe trashëgimisë. Në raste kur situata do të thotë është një çift është një proces të shkurzimit, atër natyrisht që pasuria e krijuar nga momenti i lidhjes së martesës, tash po flasim se këtu i kemi dy koncepte të familjes, konceptin e lidhjes së martesës, do të thotë kemi krijimit të familjes përmes aktit të kurorëzimit, lidhjes së martesës dhe koncepti tjetër i bashkëtesës, e cila sot po praktikohet shumë. Dhe që të dyja kanë obligime dhe detyrime njësoj, por që ka një dallim mes këtyre dyja. E kanë të njëjtën mbështetje ligjore, mendoni si? Po natyrisht, po dallimi vetëm është, tash i do e shpjegoj, në pjesën e ndarjes së pasurisë në situatat të shkurzimit, pasuria ndahet ajo pjesë e pasurisë së krijuar nga momenti i fillimit të martesës, do të thotë nga momenti kur është lidhur martesa, dhe e gjithë ajo pasuri e krijuar, qoftë e lojshme, pasuri e lojshme, qoftë e pa lojshme, ligji për familjen i jep të drejtën e ndarjes së kësaj pasurie në mënyrë të barabartë në mes të burrit dhe gruas. Në praktikë ka shumë probleme në zbatimin e kësaj dispozite ligjore. Do të nuk kemi praktikat mira gjyqësore,
dhe gjykatat tona nuk kanë krijuar praktikat mira, gjykatat tona këtu e kanë një mangësi dhe një dobësi shumë të madhe për shkak se i evitojnë këto procese gjyqësore, gjithashtu edhe e shmangin detyrimin dhe obligimin kushtetues që e kanë gjykatat, edhe në rastet kur i evitojnë, duhet të kenë një bazë ligjore, duhet të thirrëshin në praktikat e gjykatës evropiane, standarde cilat janë obligative që gjykatat tona të zbatojnë në proceset e trajtimit e proceseve gjyqësore, sidomos në momentin kur nxjerret një gjykim, duhet të i referohen edhe praktikave të gjykatës evropiane, sepse natyrisht kjo gjykatë gjithmonë është kujdesur që të respektohen drejtat dhe liritë themelore të secilit qytetar, dhe në këtë rast ne si shtete kemi obligim me kushtetut që të zbatojmë gjykatat tona, të zbatojmë këto praktika, që të jetë kujdesen në çfarë do lloj forme që të mos shkelet asnjë moment të drejtat dhe liritë themelore të njerit, dhe në këtë rast të drejtën e gruas që të kërkoj dhe ndarjen e pasurisë e krijuar në martesë. Te pjesa e bashkëtesës duhet të plotësohen disa kritere. Do thotë te pjesa një ndër kriteret e kemi dy forma. E para, nëse çifti i cili bashkëton nuk kanë fëmijë, por kriteri ligjor për të kërkuar ndarjen e pasurisë e krijuar në bashkëtesë duhet të kenë 10 vite bashkëtesë të pandërprerë. 10 vite. Nëse nuk kanë fëmijë. Është fjala nëse nuk kanë fëmijë. Kurse në rastet kur kanë fëmijë, kriteri është 5 vite. 5 vite, po. Nëse kanë 5 vite bashkëtesë, për ato 5 vite plotësohen kriterët dhe për ato 5 vite çdo lloj kontributi i dhënë në atë bashkëtesë do duhet të ndahet në mënyrë proporcionale në mes të burrit dhe gruas. Nëse fëmiu është 3 vjet, atëherë nëse jeton me një person dhe fëmiu është 3 vjet, nuk i ka 5 vjet, si po e thani ju, që është ligji, atëherë nëse është në bashkëtesë. Bashkëtesë, po, bashkëtesë, atëherë gruas nuk i takon asgjë, po. Nëse është në bashkëtesë... Po fëmiu çfarë kontribute ka? Dëgjoj, nëse është në bashkëtesë, ajo mund të kërkoj pjesën e mbështetjes financiare si alimentacion nga bashkëtuesi, në këtë rast natyrisht edhe pjesën e besimit të fëmijës, pjesën e mirëmbajtjes, ushqimit dhe edukimit për fëmijën në rast se gjykata natyrisht ja beson fëmijën, sepse këtu natyrisht është një betejë. Po supozojmë hipotetikisht në raste që dakordohen që fëmijët të jenë me nanën, dhe në këtë rast atëherë natyrisht e ka përpos obligimit që e ka pjesën e si prind alimentacionit për fëmijët, është edhe pjesa tjetër e detyrimit që gruaja të ketë ose partnerja këtë rast pasi që ishte bashkëtesë të ketë mbështetje financiare në rast se është e papunë, të ketë mbështetje financiare në mënyrë që të vazhdojë jetën, një jetë normale, për kujdeset për fëmijë dhe të rriten fëmijët dhe në momentin kur vije pjesa e edukimit, natyrisht që edhe pjesa e edukimit. Kjo është ajo mangësia sa i përket pjesës bashkëtesës, për shkak se është një akt, bashkëtesa është një akt, them kështu, i lidhjes së një çifti, vendosjes së një çifti që të vazhdojnë jetën së bashku, të bashkëjetojnë, por pa obligime ligjore që të futen në martesë. Por që natyrisht edhe këtu, nëse plotësohen këto kritere ligjore, detyrimet dhe obligimet rrjedhin të barabarta. Pjesa kur flasim të mbështetja, natyrisht që edhe nëse fëmiu është edhe 1 vjeç, prindi e ka për obligim dhe detyrim, cili do qoftë, e kanë prindrit, që të kujdesen, që fëmia të rritet, të edukohet në kushte
të mira dhe të mos jetë në mungesë që të mos ketë ushqim, të mos ketë veshmbathje, të mos ketë edukim adekuat, për shkak se është obligim dhe detyrim ligjor. Pavarësisht mund të jetë njëri prind mund të jetojë në Kosovë, tjetri mund të jetojë në Amerikë, por obligimi ligjor është obligim ligjor dhe kudo që në cilin do vend që jeton, ani pse se në shumë këto situata mund të ketë probleme ligjore, mund të marrë kohë që gjykata t'i detyroj njerin prindi i cili jeton jashtë vendit që ta respektoj gjykimin e gjykatës, por që kjo merr kohë, por në fund nuk mund t'i ikë këtij obligimi, detyrimi ligjor që e ka. Tashi, është edhe një çështje tjetër kur flasim te pjesa e trashëgimisë. Ka shumë situata kur rastet më të komplikuara dhe situatat më të komplikuara janë ato situata kur pasuria, cilin personi e ka pasur, por nuk e ka pasur të evidentuar në emrin, në pronësitë të tij, por që e ka bler, mirë po nuk e ka bërë bartjen. Ky është një proces pak më i komplikuar në shqyrtimin e trashëgimisë. Fillimisht do thotë është një proces tjetër ku duhet bëhet bartja, e pastaj të fillojë ndarja e trashëgimisë. Ndërsa kur kemi te pjesa e ndarjes së pasurisë së përbashkët në martesë, janë dy forma ku çifti qoftë në martesë, qoftë në bashkëjetesë. Gjë që do të ishte mirë që palët në martesë, sepse fundja, definicioni i lidhjes së martesës është lloj kontrate, është kontratë. Po, ashtu është. Dhe palët që në fillim duhet të kenë një zotim me shkrim, këtë rast mund ta bëjnë te noteri, që pasurinë mund t'i ndajnë pasurinë njeri apo tjetri gjatë kohës edhe gjatë periudhës sa janë duke jetuar dhe nuk kanë fare proces shkurorzimit, po mund të ndajnë pasurinë, supozojmë kanë dy banesa. Po. Që është shumë e rrallë në Kosovë apo jo? Supozojmë tash, po marrim situatat e tilla ose ka një banesë në Prishtinë apo një pronë, një qoftë shtëpi, qoftë tokë në fshat dhe mund ta bëjnë me marrëveshje. Me marrëveshje, po. Që njëra pasuri ose njëra pronë të jetë në emrin e burrit, kurse tjetra në emrin e gruas. Por që është varë këtu që gjitha ato pronasht cilat nuk janë të evidentuara në pronarët e vërtet, në këtë rast është insistuar dhe është bërë një informim gjithandej vendit që të stimulohet regjistrimi i pronës në emër të bashkëshortëve. Po. Tash pjesa pronat janë më shumë në emër të prindërve. Pronat o është në emër të burrit, o është në emër të prindërve, gjithmonë do thotë ka shumë situata. Gjyshërve, nështë ka dhe shumë situata të tilla. Këto janë ato situata që nxjerrin komplikime në pjesën e shqyrtimit të trashëgimisë, aq më tepër në pjesën e shqyrtimit të ndarjes së pasurisë dhe kontributit në martesë. Supozojmë gruaja një çift martohet, jetojnë në një shtëpi, shtëpia është në emër të gjyshit, gjyshi ka vdekur, por që de facto shtëpia në shfrytëzim që është e gjyshit, është e bashkëshortit, dhe gruaja, dhe supozojmë gruaja ka investu në renovimin, në mirëmbajtjen e asaj shtëpie, në përkujdesjen. E po këtu kur është renovimi e po kjo si? Dhe në këto situata, ajo ka të drejtë që të kërkoj kompenzimin e asaj, atij kontributi që është dhënë, shtokës pjesën tjetër të kontributit edhe të ambisrisë. Po si përcaktohet për shembull shuma e kontributit, ajo çfarë ke bler, ke investuar apo koha, apo si është kjo? Gjykata, nëse iniciohet procedura në gjykatë, natyrisht se duhet të ketë dëshmi, duhet të ketë prova. Supozojmë nëse gruaja ka marrë kredi për të renovuar apo për të investuar në shtëpi, dhe natyrisht ekziston një kontratë për kredidhënie. Po.
Dhe mbi bazën e asaj, atëherë ajo mirët si pro. Pjesa tjetër ku është shumë shqetësuese. Veç pak, më falni. Do të shkojmë me një pikë muzikore, rikthehemi më pas, më falni. Po bisedojmë me juristin Anton Recaj. Anton, kemi mbet tek pjesa e normalisht po flasim për trashëgimin, gjithë ju që s'keni qenë me ne bashk, domethënë tek kontributi i gruas, se si përcaktohet shuma apo si shkon i gjithë procesi kur jemi te kontributi i gruas që ka dhënë ndër vite, domethënë që ka jetuar me bashkëshortin e saj, si e përcakton gjykata? Natyrisht se mas pari gjykata është obliguar dhe detyruar që ta zbatoj ligjin, ta zbatoj dispozitat ligjore, drejta të cilat i kanë garantuar me ligj. Me ligj, po. Për në praktikë është gjërat janë paksa më të komplikume. Kur kemi të bëjmë, e sqarova më herët këtë pjesën e kontributit, kur kemi prova, kemi dëshmi, kur njeri, në këtë rast gruaja, gjithmonë po fokusohemi te kjo pjesë sepse është më e bërishme. Problemi është më i madh aty, po. Ka punuar ose ka qenë marrëdhënie pune, është ka gjykata ka vullnet dhe ka dëshmi dhe ka argument që ka kontribuar edhe në aspektin financiar. Financiar, sepse ka pas një rrogë që ka hyrë rroga. Por që ligji e njeh kontributin në martesë, në bashkësi, në bashkëjetesë, edhe në situatat kur nuk është në marrëdhënie pune. Po. Sepse nëse i referohemi ligjit për familje, natyrisht se ligji për familje para se të hinë çifti të futet në këtë marrëdhënie kontraktuale, martesë apo bashkëjetesë, parashikon edhe planifikimin e familjes. Po. Dhe natyrisht që edhe kontributi i dhan kujdesi ndaj burrit, ushqimi, kujdesi ndaj shtëpisë, pastërtia, kujdesi ndaj fëmijëve, gjitha këto janë kontribut i gruas, njësoj sikur që është kontribut i burrit i cili siguron të ardhurat financiare që për me pas një jetë dhe një mirëqenie më të mirë. Në momentin kur shkputet, ndërpritet qoftë martesa, qoftë bashkëjetesa, atëherë pjesa kur gruaja, e cila nuk ka qenë marrëdhënie pune, kur kërkesa e cila dhe drejtën që e ka që të kërkoj ndarjen e kontributit të dhënë në martesë apo në bashkëjetesë, këtu ka probleme. Dhe këtu ka probleme sepse kemi edhe praktika jo të mira nga gjykata. Në të kalumen, unë vetë kam pas situatat e tilla ku gjykata ja ka njoftur këtë drejtë gruas të kompenzimit, por e drejta kompenzimit ka qenë shumë poshtruese, nëse mund ta quaj kështu. Ka qenë ekuivalent me pagën e një pastruese. Do të kam pas situata ku ka caktu... Me thënë është konsideru si... Në këtë rast, unë si jurist, interpretimin e kam marrë që gjykata ka konsideru në këtë situatë, këtë kontribut të gruas vetëm si pastruese. Jo si njeri, jo si grua, jo si bashorti, jo si nën. Këta ja ka llogarit. Por është edhe pjesa tjetër ku... Pse diskriminon gjykata kaq shumë gruan? Gjykata ka vendosur mbi bazën e argumenteve. Mirë po, nuk do të thotë që shkalla e parë dhe aktgjykimi i shkallës së parë është gjithmonë i drejtë. Sepse gjithmonë mund të kenë mangësi qoftë procedurale, qoftë materialet, qoftë këtë pjesën e zbatimin e gabuar të drejtës materiale dhe zbatimin e interpretimin e gabuar të dispozitave ligjore, natyrisht se për këtë arsye ekzistojnë edhe shkallëshmëritë e proceseve gjyqësore. Por që në parim, e thash edhe më herët, mangësia më e madhe është që gjykata tona të rregullta, kam fjalën gjykata e shkallës parë, gjykata e apelit, gjykata supreme deri diku, por sidomos gjykata e shkallës parë dhe gjykata e apelit, në veçanti këto dy shkallëshmëritë e gjykatave, në shumë të rasteve, në vend të që ndajnë drejtësi, realisht rezulton që gjykata të jetë
pikërisht një institucioni i cili u ashkel të drejten e garantuar me kushtetut dhe me konventin evropiane se cili qytetar, cili do të qeft që thot e drejten për një gjykim të drejt, pa anshëm dhe në kohë të arsyeshme. Ky standard është i obliguar që zbatohet në për sistemin tonë të drejtësisë. E të mos flasim pjesën tjetër të diskriminimit të mënyrës cilën unë e kuptoj që përmenda rastin cilën e kam pasur, i ka caktuar ka kjo diku një 7 vite, ku gjykata ja ka njohur të drejten e kontributit të gruas në martesë dhe si kompenzim i ka njohur 170 euro. Në atë periudhë ka qenë 170 euro paga cilën e kanë marrë pastruesit në për ndërmarrje private. Ndërmarrje private, pagat kanë qenë në atë periudhë të tmerrshme. Do thotë e ka llogaritur ofendim dhe kjo për mua ka qenë një lloj interpretimi që gjykata po e trajton një grua e cila ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në atë martesë, edhe pse nuk ju ka ecur martesa dhe në fund e trajton si kompenzim pothuajse ekuivalent me një pastruese. Dhe kjo ka qenë papranueshme. Natyrisht që kur ju kemi drejtuar shkallë e instancave tjera, çështja është kthyer në rigjykim dhe rivendosje dhe natyrisht ja ka njohur të drejtën e kompenzimit, jo në atë shumë, por në një shumë më të madhe. Nuk mund të bën këto lloj krahasimesh, edhe pse specifikisht nuk e ka thënë gjykata në akt gjykim që 170 euro është ekuivalent me pagën e një pastruese. Po kanë kuptuar ashtu sepse mirë po ashtu e ka ajo në praktikë ka qenë ashtu, ka qenë ekuivalent me pagën që ka marrë një pastruese e cila ka punuar këtë punë. Andaj këto janë ato probleme thelbësore dhe mangësitë cilat gjykatat tona nuk po arrin që t'i evitojnë. Një prej mangësive e përmenda edhe atë pjesën cilën edhe botërisht edhe është e konstatuar që një proces gjyqësor, sidomos kur kemi të bëjmë me shqyrtimin e pasurisë, e drejtës së pronës, realizimit e këtyre drejtave, mesatarja e trajtimit të një rasti me një aktgjykim të formës së prerë është 8 vite. 8 vite janë shumë. 8 vite janë shumë, marrë parasysh faktin, dinamikën e zhvillimit të jetës, presioni, nevojat e përditshme, sidomos në situatat kur janë fëmijët, përkujdesja, edukimi, ushqimi, gjitha këto, dhe pjesa e 8 vite, nëse llogarit me domin e shkaktuar dhe vujtjet e shkaktuara nga pala e dëmtuar, atër natyrisht që çfarë do lloj shume do të ishte pothuajse pa kuptim për shkak se vujtjet shpirtërore i shkaktuar nga ky proces janë të pariparueshme. Shumë e vërtetë. Dhe andaj sot kemi ne shumë situata ku njerëzit janë në aspektin psikologjik konsiderohet që njerëzit kanë binë në depresion të thellë dhe humbin kontrollin. Dhe nga momenti i humbjes kontrollit ka shpërqendrim nga përkujdesja prindërore, ndaj fëmijëve, dhe fëmijët marrin rrugë tjera dhe kemi situata ku sot fëmijët janë delinkuentë që të shkaktojnë edhe vepra penale. Andaj problemi është aty, jo nga ndarja. Problemet janë të shumta, marrë parasysh edhe rrethanat, faktat, edhe pjesa socio-ekonomike, problemet me vend. Po kemi këtë këtij lloji shumë? Po natyrisht që ka probleme, po është edhe pjesa tjetër ku një numër i konsiderueshëm i prindërve në procesin e ndarjes i përdorin fëmijët si pretekst për t'u hakmarrë ndaj njëri tjetrit. Po. Kemi dhe kësi raste. Ka shumë raste të tilla. Fatkeqësisht ka shumë raste të tilla. Me dhimshme. Në këto situata natyrisht se shteti do duhet të fuqizonte organin e kujdestarisë, do duhet të ndryshonte ligjin për shërbimet sociale dhe familjare dhe në një farë forme për këto situata të jep kompetenca ekzekutive organit kujdestarisë
nëse marrim praktikat vendeve tjera. Supozojmë, unë kam qenë njerë në Londër me një vizitë studimore disa ditore atje, organi kujdestarisë ka kompetenca të jashtëzakonshme. Momentin kur fëmia keq përdoret, nuk plotëson obligimet, detyrimet cilat i kanë prindrit, organi kujdestarisë e merr në mbikëqyrje fëmijën, e detyron prindrit që t'i zbatojnë gjitha detyrimet cilat i kanë me ligj. Në rast se nuk i zbatojnë, ndaj tyre mirët masa tjera. Po, do me thomë në fëmijët janë prioriteti. Natyrisht që kujdesi ndaj fëmijëve është prioriteti numër 1. Të rriturit kanë mundësi që të bëjnë zgjedhje, por nga ana tjetër prindrit e kanë obligim dhe detyrim që përkujdesen dhe të kontribuojnë për fëmijën. Pavarësisht raporteve të mira apo të këqija që mund të kenë, por është detyrim ligjor që të përkujdesen ndaj fëmijës. Dhe në situatat e tilla, kur ne këtu kemi situatat e tilla në Kosovë që e shfrytëzojnë fëmijën për t'u hakmarrur për çështje personale, çfarëdo lloj çështje qofshin ato, dhe organi kujdestarisë nuk ka kompetenca. Çfarëdo që mund të bëjë organi kujdestarisë në këtë situatë, mund të jetë si ndërmjetësues i organizimit mbi bazën e vendimit atë gjykimit cilën duhet respektohet që takimet me fëmijë apo me marrë fëmijën, me sjell fëmijën përmes organit kujdestarisë, varësisht si është Shihet që nuk ka fare kultura, po emancipim edhe kur ndahen, do me thonë çiftet. Ndoshta do duhet që vendimet e gjykatës t'jenë si vjedisues për ata që dhe ata ta themi në një farë formë të vjedhisohen ose të krijojnë një farë kulturë të ndarjes. Për shkak të këtyre vendimeve që i merr gjykata, do me thonë që gjithmonë janë të njëanshme, pastaj edhe emancipimi i procesit të ndarjes bëhet në këtë mënyrë që e thatë dhe ju. Do me thonë është diçka në një metodë primitive. Është një metodë fatkeqësisht që ka të bëjë më shumë me aspektin, nëse mund ta quaj, e mentalitetit, aspektin e po, sigurisht se të ishte ligji më zakonore, dhe fatkeqësisht edhe në këto situata, do thotë, mes rreshtave kemi shumë situata, shumë raste kur vetë gjykata mes rreshtave e zbaton drejtën zakonore. Dhe kjo është e papranueshme. E papranueshme, shumë keq. Ani pse do thotë nuk thirret në normat e drejtës zakonore, mirë, po nëse e merr e lexon sqarimin dhe mënyrën e arsyetimit, pak a shumë mes rreshtave lënë të nënkuptohet se këtu kemi një farë forme zbatim dhe ridikullave të drejtës zakonore. E drejta zakonore është pjesë e historisë, është pjesë e kulturës, traditës, e cila duhet të mbetet si e tillë. Kur kemi të bëjmë me ligjin, natyrisht që duhet mënyrë strikte të zbatohet ligji dhe natyrisht mënyrë strikte të respektohen gjitha palët në procedurë. Po. Natyrisht se në një proces gjyqësor ne e marrim unë jam fituesi, ai është humbsi, ose unë jam humbsi, ai është fituesi. Në një proces gjyqësor ndahet drejtësia. Pretendimet e secilës palë mund të jenë maksimale. Të duhet ishte ashtu. Por që pretendimet duhet të argumentohen, duhet të kenë prova dhe në fund duhet të ketë proces. Dhe gjykata, mbi bazën e vlerësimit dhe administrimit, gjitha prova dhe dëshmive, dëshmitarëve, çfarëdo lloji qoftë procesi, ai duhet të vendosë dhe të zbatoj dispozitat ligjore të cilat janë në fuqi në harmoni me obligimin kushtetues për respektimin e drejtave dhe lirive të secilit qytetari i cili është në proces gjyqësor. Anton, të faleminderit shumë për gjitha këto informata. Shpresoj që ju ka hyrë punë shumë njerëzve të cilët përballen me këto probleme. Faleminderit, natyrisht është gjithmonë kënaqësi të jam sërish këtu në RTK, ani pse kemi pas një periudhë që kemi tentuar që të informojmë publikun, që të kenë sa më shumë informata, nevoja që të kenë informata sa më shumë, natyrisht është domosdoshme. Dhe televizioni publik përmes këtyre emisioneve natyrisht që e bën edhe vetën dhe kjo është një ndihmë shumë e madhe. Faleminderit dhe ishte kënaqësi. Sigurisht se do të kemi edhe mundësi të tjera për të shpalosur edhe të tjera informata që do t'i duhen opinionit sigurisht. Të nderuar televizionistë